mëngjes, mërzitem kur shikoj këto bjondet e mia, ama kur bie kjo drita e bukur, shikoj një pak sa më shkojnë. Mirëmëngjesi. Jam zgjuar pak e lodhur sot nga dje, vazhdoj, dita e dytë është. Dita e dytë e përlonit, kam ngrohur gjellën që vjen gati, domethënë nuk i shtoj dhe nuk përgatis asgjë. Këtu janë ullinjt janë më të shishmit, më pëlqen shumë, vinte kjo. Dhe më duhet të përgatisë këtë me ujë që ta pi. Ndërkohë që Beki flet me mamin tim me Skype dhe me nënën. Si çdo mëngjes. I kam ngrohur pak më tepër sot. Foli nënës Beka. Ta rregullo mami? Hajde ta rregullo mami që ta shohësh nënën. Hajde. Kam bërë make-upin. Tani të kret dhe flokët, të përdor këtë mistin, është vaj, por më pëlqen shumë se si mi mba flokët, edhe nuk i dëmtoj kur i kre. Kam filluar në fakt të më këputën, dhe është krejt normale me gjithë këtë dekolorandi që unë i kam bërë. Më këputën më tepër nga kreja, nga stilimi i flokëve, se sa pjesa tjetër kam patur shumë mirë, rënjën e kam shumë okej. Thjesht dihet. Janë dëkluar shumë edhe maja tani nuk durojnë, se deri diku pjesa poshtë e flokëve ka qenë gjithmonë e dekloruar, nuk është dekloruar për herë të parë, edhe është më delikate. Sado që unë po mendoj ta mbroj, kam bërë dhe filler dhe të gjitha trajtimet që unë ta kem sa më mirë flokut. Jam pak e mërzitur me thënë drejtën, se sado që unë i shijoj dhe më kanë pëlqyer që në fillim dhe isha me dyshje dhe dëshirë dhe qefi ma kishte, po nga ana tjetër e dija që do ndodhte kjo, dija që do filloj dhe flokët të dëmtohet, domethënë majat flasim gjithmonë se këtu jam shumë okej. Sa çfarë do lloj gjëje që ti bësh, majat janë të kluar dhe janë të holla dhe dije që këputen. Më janë bërë për t'i prerë në fakt, se kam gati një vit që unë si kam prerë, por po t'i pres kam përshtypjen se edhe bjonde do ngjajnë shumë si, nuk e di. E dija që do mërzitesha, e dija që do më dalë kjo rronja dhe mua do më bezdis, pavarësisht se po e lë që të rritet pak dhe të shoh çfarë do t'i bëj. Rronja nuk është ajo e zeza që ta caron, është shumë afër ngjyrës time, por prap dallon se kjo është shumë e bardhë. Edhe më ka mërzitur pak, kjo ka qenë një nga këto periudhë që thoja, pse e bëra, shife si janë tani. Këto mendimet, që e dija që do ndodhte, por prap nga ana tjetër nuk jam penduar, i kam shijuar, më kanë pëlqyer, i kam mbajtur, edhe mendoj se avash do kthehem aty ku isha, se aty gjej veten, aty jam vetja, ajo kam qenë gjithmonë. Kurse në këtë flok më duket ndonjëherë vetja, edhe pse jam ambientuar shumë, më duket gjëja imja. Më duket ndonjëherë vetja sikur kam bërë ndryshime të mëdha, duke jam një njeri tjetër, edhe pse në fakt doja të kisha. Tani të bëjmë gati se jam vonë, kam 2 takime, vinë 2 vajza nga tjera për të bërë madjet për fustane. Edhe kemi shumë punë, kemi shumë fluks tani, nga tani e mrapa jemi deri këtu. Kemi gjitha koleksionet tona, çfarë do vi deri në ferë. Janë kaq shumë gjëra sa ju nuk e keni iden, edhe ndonjëherë nga që përfshihem shumë të punat, të këto. Kjo është puna ime kryesore, puna ime dytësore janë këto tjerat, po kjo është ajo më kryesore që unë kam shumë punojnë punë dhe duhet të jem shumë e përgjegjshme që çdo gjë të jetë të funksionojë siç duhet dhe nuk më pret mua kur të kem motivimin e duhur, siç mund të më pres YouTube-i, TikTok-u, Instagrami. Edhe më ka marrë pak energjinë që unë mund të isha më aktive, më energjike. Jo se dita ime nuk është full me gjëra të bukura, por ndonjëherë kur ti truri jot punon vetëm për një gjë, harron fare që ekziston kjo bota tjetër që ti do të ndash sa më shumë eksperjenca dhe pjesë nga dita jote. Kështu që
Kam qenë pak sa e penguar se të gjitha vendimet gjërat bëhen tani dhe fillon tani sezoni edhe shumë gjëra të tjera që do vinë. Edhe duke i menduar të gjitha një kryesisht, këti ndonjëherë nuk ndjesh dhe shumë të rrezik, këti ndërkohë po punoj shumë vrullshëm edhe për trupin tim. Palestra më marr shumë kohë, gati 2 orë më merr palestra, 2 orë më marrin trajtimet, 4 orë më shkon vetëm për veten, pastaj një 1 deri në 2 orë kushtoj bekit ose më shumë, pastaj puna, pastaj jo takime në Tiranë, jo evente, jo gjëra të tjera që shumë gjëra i kam anulluar ose i kam shtyr. Po filloj të mësoj me faktin që kështu e ka kjo punë dhe me duhet të gjej edhe të vendos vetëm prioritet, bekin, rojen, pra sado që unë mund t'i kem të gjitha këto fluksin, këtë punën, prap duhet të them jo një punë tjetër ose një takimi për një gjë më shumë, edhe vetën time dhe bekin dhe rojen mos t'i lë pas dore. Si u bëre? Babi? Babi të bëri kështu? Që ka hongër goqa ime kosë, beki vdes për kosë. Ke shumë qef kosin të mama? Po, më shpiti im po. A të vishet mami tani? Do shkosh te babi? Apo do rish me mami? Do rish me mami? Jo? Do shkosh te babi? Jo. Çfarë don? Telefonin? Telefonin duhet. Na, mere? Shko krefi flokat me nanën. Thuj nanën se ti krefe flokat. E bukra thujmi ke kref flokat, për sot jo. Shko krefi me nanën. Dhe kështu puna. Tani u shpërqendrova unë ka që kisha. Në shtëpi është kjo rremuja zhurma dhe ndonjëherë nuk e gjej atë qetësi veten. Ta hap mami. Që të flas, e kam, të jem e sinqert, e kam kështu si burim, frymëzimi, e kam momental, nuk përse ka raste që unë duhet të bëj një video ose ndonjë gjë dhe thjesht nuk më jep fare. Dhe ndonjëherë tjetër që unë nuk e kam fare mendjen për të bërë video, atëherë ndjem shumë okay, edhe e marr, varet gjithmonë nga mudi im. Tani i ka të vishem shpejt dhe të ikim të puna. Para se t'jemi vonë, për shkon ora 12. Në orën 12:10 kam takimin e parë. Një që të regoj veshjen për sot, lookun e ditës. Këto janë syzet e reja që mora në Firenze, i mora tek Ray-Ban. Mua më shkon shumë kjo formë, do me thënë, unë nuk vuaj për forma, më shkojnë pakar shumë të gjitha modelet e syzeve, të vetmet syze që mua nuk më shkojnë janë ato që janë shumë rrethore dhe kaq të vogla, normalisht se fytyra ime është goxha e madhe, koka, edhe flokët dhe nuk është se më rrin shumë mirë. Por pjesa tjetër e syzeve unë nuk do di dot të zgjedh se të gjitha bukur duken. Kam veshur këtë kostumin nga Mitele Studio sigurisht. Ka këtë modelin, ky ka qenë një ndër modelet më të bukura që unë kam krijuar, dizenjuar, ka qenë nuk e di. Edhe kam qenë shumë lart me frymëzimin në atë periudhë që unë kam zgjedhur këtë koleksion dhe i gjithë koleksioni ka qenë vazhdon të pëlqejë si ditën e parë. Këto këmishën e kam sjellë dhe në lino edhe në stof tani dhe në këto materialin që kam këto pantallonat, e kam veshur set sot edhe më rrin shumë bukur, më pëlqen. Edhe jam fiks si një zonjë për të mbyllur takimet e ditës si një zonjë. E vërtet, si një fashion designer. Ndërkohë, Gjesinta si kam lënë detyrë që të më seleksionoj të gjitha pijamet, kam vendosur gjitha pijamet këtu në krepat që të seleksionoj gjërat që më duhen tani edhe që nuk më duhen më, që janë të sezonit të Christmas, të dimrit, që po më zinin sërtarit kot, me thënë të drejtën se nuk po i përdorja më. Kështu që vendosa t'i heq gjysmën. Tani te kjo çanta e shuruar dhe marr sot se më kombinon me veshjen. Më duhet të kaloj disa nga sëndet. Disa nga sendet e mia personale. Për pak po harroj edhe agjendën time. Kam marrë një agjendë të re edhe jam shumë e lumtur që gjeta fiks agjendën që doja.
është kjo këtu, të cilën e kam marrë në Firenze, te këto dyqane që kanë ngjyra lëkure dhe kërkoja një agent lëkure, do të thënë fix agenda që nuk janë të ne. Kisha të gjitha agendat e tjera, vetëm këtë të lëkurës nuk e kisha dhe më duhet patjetër diçka e tillë, do të thënë isha fiksuar. Kjo është shanda ime për momentin që mbaj gjitha gjërat e mia. Por, sot me qënë se ndryshova, më duhet të kaloj disa nga gjërat që më duhen tek çanta e ditës. Kjo është pjesa ime e ditës, kam çajrat, edhe këto snacks që mua mos të më rimendja për të ngrënë diçka. Këto janë gjitha gjërat, të marrë dhe 2 telefonat, njëri është ai që po filmoj dhe tjetrin ku e lash. Tjetrin do ta kem lënë këtu. Tek kandi. I ka tani një gjë që mua më ka shpëtuar jetën me Gjesintën, pra me Dado, nanin, si ti them. Ta kuptoni, Gjesinta është ajo, më mirë me emër. Tani unë këtu kam bërë një rrëmuj, deshe, do të thënë kam hedhë gjëra, rroba që nuk doja në përcepat dhomës dhe më përpara ndodhte që i gjeja po në të njëjtin vend, do të thënë vjera ime pastron poshtë, po të tjerat i thoja që mos mi luaj se s'di ku t'i vendosësh, se normalisht nga mosha nuk është i mbante mend ku i linte. Të paktën Gjesinta i mban mend gjëra që mi lëviz. Çfarë prek me dorë është shumë e kthjellë, domethënë. Edhe kur vi unë pas ditën e darkë, çdo gjë është në vendin e vet, edhe kjo më ka shpëtuar shumë te kjo pjesa që unë të jem pak më aktive me frymëzimin dhe me videot, sepse unë kam shumë problem kur vendi është rrëmuj, më mblidhet një gjë këtu te parku dhe nuk e kam dëshirën për të bërë as video. Ka disa njerëz që në të vërtetë në rrëmuj bëjnë video dhe bëjnë shumë radhë dhe është një gjë shumë normale se rrëmuj kanë gjithë dhe bëjnë gjithë, po nuk e di pse unë nuk e bëj dot. O zot, sa dritë e bukur sot, edhe flokat, jam me Rugirti, sa po pim kafe, edhe tani, po, bashk. Mbaruam gjitha punët, pim kafen, tani me duhet të shkoj të bëhem gati, se do iki te premiera e filmit që ka realizuar Reja Pegaj, që është modelja jonë prej 4 vitesh. Fix që vitin e parë e ka marrë, edhe deri më sot ka qenë modelja kryesore dhe vazhdon të jetë. Edhe sigurisht të shkojmë ta mbështesim, edhe ta shikojmë filmin e bukur që ka bërë. Do shkojmë me Ambrën. Aili nuk ishte kohë sepse ka shkollën pasdite të njëjtën të premte. Edhe kështu. Po më pëlqej kjo drita. Ndonjëherë në mëngjes mërzitem kur shikoj këto bjondet e mia, ama kur bie kjo drita e bukur, shikoj një pak sa më shkojnë. Pëlqen bjondet? Edhe më pëlqejnë ndonjëherë. Por ndonjëherë tjetër kur shikoj këtë rënje, nuk më pëlqen rënja që më del. Nice edhe pak edhe pastaj do ta sfumoj. Sot si e diel jam fut themelit këtu te garderoba ime, po nxjerr të gjitha gjërat e dimrit, nuk ja vlen më t'i mbaj këtu të zëvend. Javën tjetër lançojmë dhe koleksion, kështu që do zëvendëson thuajse të gjitha me koleksionin e ri, plus që do sjell ato linon që kisha. Edhe di që edhe koha ka hapur, jemi fiks për ta ndryshuar të gjithë garderobën. Kam nxjerr sandale, shapka, disa bëjlaj, këto janë kështu dasbega. Edhe hoqa të gjitha kuti gjërat, kostumet aty lart, edhe aty seleksionova, edhe këtu i seleksionova, edhe këtu i hoqa pjesa më të madhe të xhaketave, mbajta edhe për pak kohë disa që mendoj se mund të më hyjnë punë, duhet të hiq edhe këto të leshtat se nuk bëjnë kot. Nuk është si do i vesh më, s'mund të jetë kaq ftohtë. Gjinset do shikoj se si do i vendos, hoqa qizmet, edhe aty poshtë, do më thënë në sistemu paka shumë e gjithë zona këti. Ndjes, po unë kur jam kështu që futem me kohë, harroj fare që ekziston telefoni. Mund t'i vi dhe telefon... Sarën qenga.
por që për të filmuar jo, nuk e di pse e bëj gjithmonë këtë. Gjithmonë them kur të ndryshoj stilin dua të bëj video para dhe pas. Asnjëherë nuk arri ta bëj, kështu që po ju tregoj për ciptas. Mbase nga që është shumë rëmuj, e mundohem të heq se ka shumë punë këtu të tjerë sa më shpejt, dhe nëse unë ndaloj në për video, normalisht që do ketë pauza dhe vënohem. Këto që i pata vendos kohët e fundit do t'i lë këtu kryesorët, pjesën tjetër do t'i sistemoj aty, një pjesë të çantave këtu dhe këtu, edhe kështu, të shikoj se si do e vendos. Rëndësi ka që vera të knaq, do më thënë janë më të holla, më pak, ngjyra më të hapura, se sa dimri, vetëm kostume sportive sa më nxë vend këtej, pastaj janë pallto, gjaketa që zën shumë vend. Kurse në verë kemi këtu që do mbaj gjithmonë t-shirtet kanë të tjerët, këtu setet lino, do më thënë gjaketa, kostume, setet lino, edhe do jetë shumë e thjeshtë për ta menaxhuar këtë zonë, dhe mezi po pres, është hera ime e parë në këtë garderobën time të re me sezonin veror. Mezi pres, realisht. Do duket shumë e bukur, se kur kam ndryshuar unë kanë qenë direkt dimër dhe normalisht full gjithandej, ngjyra të zymta, të errta, si dimër. Tani do vendos gjithë veshjet e reja, ngjyra të hapura, kapele dhe çanta kashte, shapka sandale, këto. Dhe jam shumë e lumtur, kjo është periudha më e bukur e vitit, e shijoj pafund, nuk e di, adhuroj pranverë verë, jam, edhe pse unë kam lindur në mes të dimrit, prap jam vajzë vere. Ose është e kundërta, ndoshta nëse lind verë do doje dimrin, nuk e di. Për ju goca që keni lindur në verë, na thoni kë preferoni më shumë stinën e juaj që keni lindur apo stinën tjetër të kundërt. Se unë më thënë të drejtë gjithmonë kam qenë një vajzë vere, mezi prisja të hapej koha. Prilli për mua ishte muaj më i bukur, ishte marsi që filloi me 14 dita vere se këto më radhë, por mami gjithmonë i blinte rrobat e reja kur vinte periudha koha e pashkve, dhe në atë periudhë blenim rrobat e reja të pranverës dhe verës, edhe ishte muaj më i bukur i gjithë vitit që në mezi prisnim këto veshjet, edhe pastaj shijonin në vazhdim. Kështu që jam shumë e lumtur, tani nuk ndodh më ajo ndjesi, sidomos unë që krijoj rroba, po në përgjithësi fillon më herët kjo stina e verës me blerjen e rrobave që në fillim të marsit. Por jam vërtet shumë e lumtur. Dhe kjo verë do jetë ndryshe, unë kam ndryshuar mas, e ndjej trupin tim si më përpara, jam në peshën time që kam qenë, jo gjithmonë, por të paktën pjesën më të madhe të kohës mbas lindjes së Roit. Jam 69 kg për momentin. Sot është dita fundit e prolonit, besoj se do i kem ulur një 2-3 kg. Edhe se ndjej kështu jam mprehur dhe në fytyrë, pavarësisht mos më shikoni këtë gjendje sot se jam shumë rënd. Thash po sistemoj të gjitha gjërat, po dërgoj gjitha çizmet, veshjet e trashët e magazina dhe të mbaj vetëm gjëra që unë e di që do i përdor. Pjesën tjetër do t'i nxjerr t'i shes, se realisht nuk ja dal dot, janë shumë gjëra. Të gjithë ma thonë këtë. Mami gjithë jetën time me mua ankuar vetëm për veshjet, vjera ime Rogerti tani Gjesinta që merret me gjitha këto. Nuk kam parë një shtëpi që të ketë ka shumë veshje vetëm një person. Në fakt në familjarisht kemi shumë veshje, Rogerti ka shumë kostume sportive, Roy gjithashtu, Beki gjithashtu, jemi një shtëpi që kemi shumë rroba. Fatmirësisht kemi magazinë se nuk do ja dilnim dot. Që ndryshojmë stinë dhe nuk mbajmë vetëm njërën stinë në shtëpi. Imagjinoni të mbajmë 2 stinë në një shtëpi. Nuk ka shans, do të thënë, kur nuk do ndodhte. As më përpara, jo më tani që unë kam brendin tim që kam kaq shumë veshje. Thuaj se gjitha veshjet e koleksionit. Tani, pa humbur kohë, po filloj këtej nga rëmuja ime të ecim pak. Kam futur ndërkohë dhe lavatriçe, edhe do ju tregoj, do ju mbaj update, po duke punuar nuk ju mbaj dot, se duaj që të fokusohem se harroj telefonin ndezur dhe më zgjet memoria pastaj. Nuk kemi memorie për videot e tjera në rast që unë e lë gjithë kohës ndezur. Kam mbaruar disi sistemimin, vendosa të gjitha xhinset këtu, se po do shikoni me zënë të gjitha dhe kam madje dhe hapësirë këtu sipër.
Nga ti lartë zbrita valigjen, duke qenë se gjë tjetër nuk vendos këtu, por se detyrimisht ka plura pak më tepër. Edhe atë çantën kombinim normalisht. Këtu kam hapur shumë hapësirë përpres që të vendos të gjitha shapkat balerinat. Edhe këtu kam hapësirë, do shikoj se me çfarë do mund ta mbush, duke qenë se i kam vendosur pjesën kryesore këtu. Normalisht do mbushet këtu lart, do sjell të gjitha çantat e kashtes, avashavash do me thënë, dhe kapele që unë kam verore. Këtu e kam mbushur, këtu e kam mbushur, këtu vendosa këto të dyja që i kisha këtu poshtë. Atje do vendos dhe një çantë tjetër, por do t'i dërgoj disa për të larë edhe nuk do i ve tani. Përgjithsisht duket tani e rregullt me hapësira, por nuk kam përfunduar. Do i sistemoj edhe një herë tjetër kur të sjell gjëra tjera. Atje vendosa këto. Janë provizor, do të thënë, pjesa më e madhe janë provizore sepse dua t'i sjell të gjitha gjërat që unë kam dhe pastaj t'i vendos në vendet e duhura. Syzet e gjërat këtu nuk i lëvisa. Kryesore atë do ta dërgoj tek magazina. Edhe kështu. Po thoja derisa të zgjohet beki, po pushoj pak se pastaj do shkojmë te kondilorave për mbasdita. Po ta shikoni, mua më fillon direkt alergjia ndaj plurave dhe kryesisht asaj aromës së vjetër. Keni parasysh kur i mbani gjëra në zyrtar, për shembull pa lëviz diku te 3-4 muaj, krijon një aromë që mua nuk ma duron dhe po të shikoni, jam gjithkohës kështu dhe më janë skuqur hundat edhe syt. Bëhem shumë keq nëse unë nuk e stopoj, prandaj e stopova tani se s'kam dorëmend të shkoj edhe të marr ndonjë ilaç. Nëse unë rri gjatë duke bërë këtë gjë, bëhem shumë keq dhe gjithë ditën. Edhe nga syt edhe nga hundat. Sistemova sirtarët me rrobat e bekit, seleksionova disa masa që nuk i bëjnë më, disa që ishin vjetruar, me qënë si kam marrë dhe disa veshje të reja, hoqa gjitha ato dimrore, se thjesht kishin dhënë vend kot aty, se s'po i përdorin dot më, ato pellushat edhe kostumet me push. Sido që tjetë, nuk kurse ka ngrohur koha në maksimum, por i lash disa gjëra specifike, pak më të holla, edhe pak më trasha se veroret. Sot kam nisur ditën goxha herët. Kam dalë, kam bërë trajtimin, kam bërë palestër, mbarova palestrën, shkova në shtëpi marrja 2 gjëra, edhe tani do ndaloj të puna, se direkt do shkoj tek Elona, se duhet të bëm gati. Kam një event në orën 4, nuk arri orën 4 sigurt me gjithë të gjërat që unë kam për të bërë. Kam dhe 2 telefonata që po mpresin, ende si kam përfunduar. Ka shumë gjëra njëkohësisht këto 3 ditë, nuk e di. Uroj s'ja dalë dhe mos të shgënjej ndonjëri nga këta që ju kam premtuar. Një arritet e puna. Make-upin. Sa bukur flokët make-upi, shumë natural, më pëlqen shumë ky model i flokëve, por zakonisht nuk është se më mban gjatë dhe prandaj nuk e zgjedh që ta bëj. Uroj të mbaj këtë herë. Ika tani në shtëpi që të vishëm se jam vonë. Hello, të kemi këtu, kemi të ftuar Ailin. Sa bukur e lyti? Mbrof mu, shkojmë parë shumë yll, shumë pastër bukur. Rinta i make-upi se kam bërë kështu peeling. Po s'duket fare. Nëse tani jemi të veshura, jemi më shumë vonesë, urojmë të arrijmë në kohë. Urojmë mos jemi të fundit. Urojmë që të ketë vajzat e tjera që janë punuar para nesh. Kemi vesh një super cute duper set nga koleksioni i ri, do ju tregoj më vonë, në këmbë. Si gjithmonë vonesë dhe dil shpejt dhe harrova të bëj video atje në shtëpi, t'ju tregoja tamam, por nesër do gjejmë kohë atje, besoj, apo jo atje. Vedi kjo roza është ngjyra ime. Është pëlqen shumë. Edhe për temën, po që kur jam bërë bjonde, sikur roza është ngjyra paleta ime. Do të thënë duket kaq sweet.
ose duke mund. Kam marrë dhe një lip gloss, se vendosa atje tek Elona. Do vendos një timin që shumë i bukur ato që mora në Itali. Mendoj se ky është lip glossi më i bukur që kam pasur ndonjëherë. Po shumë i bukur, domethënë ka një nxitje shumë të vogël, ka dhe plan. Edhe është fix grupozën. Okej. E kuptua ti të domethënë. Berg. Pëlqen? Shumë bukur. Çik kam edhe. Të Tregoja. Mos mbaj ma që për vetë të gjitha ti tregoj. Nuk duket. Dhe kur jam dhe shoferi për këtë rastet, acarom shumë. Sepse del gati bëj gjitha gjërat. Do duhet një shofer personal për shtuar. Bralden. Zakonisht marrë Gertin, po. Në kështu rastesh nuk e marr dot. Kam Ailin po, edhe është shofer Aili, po prap e marrë. I shijon më shumë makinave. Duke sikur po e mora vetë këtë timonin, ik më shpejt në destinacion. Se ti je pak Është dhe kur është dhe makina jote normalisht. je pak frikë shumë. Futemi çik shumë. Ja, jep shumë makinës. Po. Po jep Ja, shpejt, që e kam. Por që në këto rastet manovroj, ti të manovroj edhe gjej mënyrën edhe pak fati më ndihmon. Edhe arrim në kohë. Kohën tuaj, e di sa impenjative është të jesh pjesë e një eventi. Vlerësoj çdo nga ju që është këtu, shpresoj shumë të kënaqeni sot, të shijoni festën, sepse kjo është një festë për t'u argëtuar, kënaqur. Për Angelinën time. Doja t'i uroja gjithë të mirat e botës, që mua më ka bërë një mami krenar. Sot nga dita tjetër. Sot është dita e gjyrimeve. Jam me shpejtësi gjatë gjithë kohës, e stresuar derisa të dalë në pap gjithë puna jonë. Por nuk është se do kemë mundësi kjo marrë ndoshta gjithë ditën. Tani do ndaloj direkt te puna, pastaj do nisem për te Claudia, do rregulloj flokët dhe make-upin edhe pastaj kemi shooting këtu në Durrës, do vim prapë sërish, do marr gocat modele në Tiranë edhe për fotot e koleksionit më të madh pranveror, që mezi u presi t'ju tregoj se sa i bukur është. Tani unë me arrita, më duhet të lënja 2-3 gjëra dhe të largohem. Hajde. Ke ftohtë? Si ato flokët e Monikas ishe? Sa cosa Monica, ma te pas capito tu. Dërgo ti ke vite gjepi? Super zhria realda. Po tani koleksion në realda, që datë e theshë realda në që? Këtë të shton. Ky koleksioni me zi për presin, ama shumë komenta bën. Shumë e bukur. Sa po kam marrë në shtëpi, isha në Tiranë sot, nuk kam qenë shumë aktive, i kërkoj shumë ndjes. Kam bërë postime, që po si jam në Instagram. Do më thënë, jam munduar të filmoj, por nuk kam qenë aktive sa duhet. Sot isha në Tiranë, takova me Fionën, kisha trajtime, takime paradite, pastaj shkova në Tiranë, mora dhe vdekje me vete, si që keni parë. Edhe të njerëzëm në shtëpi, është ora 6:30.
Edhe më duhet të bëm gati se sot nuk kisha palesër paradite, e kam lënë për mbasdite. Edhe në fakt është hera parë që bëj palesër mbasdite dhe duhet ta shikoj edhe vetë nëse e bëj dot apo jo para mbasdite, duke qenë se paradite gjithmonë kam qenë më energjike, më në formë për të bërë fitness. Tani, unë sot do shkoj në palestër e lyer, kështu siç jam, se kam ndërmend fare të heq make-upin. Kështu, veshja e sotme e keni parë, janë ajo dyshe që mora tek Levi's, bluzja që u tregova edhe në vlogun e Italis, edhe jeanset shumë të bukura. Okej, thasi po më thirrin. Tani po bëhem gati për palestër. Mama! Edhe të vesh kostumin. Vesh këtë bluën. Që të shkojmë në palestër. Vërtet pse s'vendosa unë të syzet sot, për shembull? Jam fiksuar me ato. Këto syzet kanë në koleksionin tim 4 vite. Po, fix 4 vite. Jo, 5 vite që po them unë. Mos me thëmë 6 fare, po. Vera parë që kam qenë me Rojnë. Gati 6 vite. Edhe janë shumë të bukura, prandaj disa gjëra nuk duhen shitur ose nuk duhen hequr, se vinë në modë. Këto tani janë shumë në modë, këto syzet me xhamin pa kornis. A vash, mami? Edhe nuk e di se çfarë kishte lëkurime sot, më kanë dalë, më janë shfaqur këto puçrat. Mbase unë ja vendos edhe pak make-up që po përdor në përgjithshmëri. Mbase lodhja, mbase nuk e di se çfarë. Por më kanë shpërthyer shumë keq, më kanë shpërthyer te kjo zona këtu. Dhe më kanë dalur disa, jo si zakonisht që janë 2-3. Ua, t'ju tregoj pak. Këto jeanset kam diku te 7 vite ose 8 vite që i kam marrë tek Levi's, edhe nuk më rrinje, në më thënë këtë periudhën e fundit, duke qenë se këto janë numër 29 dhe natë kokur merja numër 29 tek jeanset Levi's, Levi's ose si do që tjetë. Më rrinjën të lirshme, si që marrë sot për shembull 40, e marrë që të më rrinjën dhe të lirshme, nuk i dua fix. Po mama, jam këtu shpirt. Edhe këto jeanset kanë qenë të preferuarat e mia dhe nuk i kam veshur dot vite në vazhdim, se shtata me Rojnë, Linda Rojnë, shtova pesh, pastaj Beki e kështu me radhë. I provova para 2 ditësh kur po sistemoja dhomën. Këtu jam mami, me rrinin super bukur, thjesht, duke qenë se këto e kanë belin shumë të lartë, shikojni. Pra të mbledh gjithë të pjesën dhe dikur kanë qenë shumë në modë këto jeanset me bel shumë të lartë. Tani nuk është se janë shumë. Do më thonë, s'ka problem, mund t'i veshësh, nuk është ndonjë gjë, por më të bukura po më pëlqejnë shumë këto jeanset që kanë në mes belin. Por gjithsesi dhe këto janë shumë të bukura, ngjyra më pëlqen, është tamam verore, edhe do i vesh këtë verë, më në fund mbas disa sezonave. Gati për palestër, ikim, kam veshur këtë, pse jetë të refleksët, nga afër shumë bukur drita, mbas këtu, se t'jem. Kam veshur këtë kostumet sportiv, me streqet, edhe jam gati. Tiki tani mos të vënon më tepër, se po më privet të kila. Marrë dhe një lastik për flokët. Sti. Të marrë dhe qëndë. Stavoj gjë. Okej. Qetet, kam të përshenj. Okej. Marrë dhe një shisha ujë. Marrë këtë të begun, se e kam shumë rahat, i fut gjitha gjëra që më duhen aty. Gati.
Mbarova dhe për sot, jam e vdekur. Sot kisha shumë kardio, se bëm dhe crossfit edhe kardio të vila bashk. E sot kam bërë 30 minuta malore, se dojmë pa tjetër të humbisja 250 kalori. Arrita, përveç se humbam edhe gjatë crossfitit dihet, por tani po iki se po më pret Roberti te kafja, kam marrë dhe bekin. Ato në letra, do la këto, prema ta. Tash ato në rrejtë. Rrejtë është të gjithë.